Gjatë fazës së dytë të projektit PDKK, komponenti i zhvillimit arsimor është fokusuar në rritjen e fushëveprimit të punës dhe zhvillimin e aktiviteteve të reja për rritjen e vëdësimit mbi vlerat e trashëgimisë kulturore. Nxënësit, mësimdhënësit, prindrit, studentët dhe profesorët universitar ishin mjaft entuziast në lidhje me mundësitë e të mësuarit, duke hapur kështu mundësi të reja për angazhimin e mëtejshëm në arsim. From the beginning of the second phase of our project, the main objective of the educational development component was to establish the foundations of a comprehensive educational program on heritage and diversity. Throughout the implementation of activities, there was a positive reflection and feedback from pupils and teachers, and we are confident that the lessons from PCDK 1 will be successfully implemented and transformed into actions during the second phase, having a positive impact on educational in Kosovo. Brenda fushëveprimit të punës me shkolla fillore, grupet punuese kanë qenë të përbërë nga mësuesit, nxënësit dhe prindrit, të cilët në mënyrë aktive kanë marrë pjesë në aktivitetet vëdësuese, si dhe po ashtu kanë përdorur njësitë nga Doracaku për mësimdhënësit mbi trashëgiminë dhe diversitetin. Që nga mesi i vitit 2014, rreth 20 shkolla fillore morën pjesë në vizitat nëpër lokalitetet të trashëgimisë, të quajtura Hajde. Një pjesë interesante e programit në këtë fazë ka qenë përfshirja e zejtarëve, të cilët ndanë praktikat e tyre artizanale me nxënësit, duke i inkurajuar ata që të kuptojnë domethënien dhe rëndësinë e transmetimit të këtyre aftësive tradicionale, artizanale tek brezat e ardhshme. Sot ku mësue për me ndrej çdo enë ose vazo çka të mojna prej boltës. Ne nxënësat jemi të interesuar më shumë e ditë për këtë punë. Vërtet kjo organizim është shumë i qelluar. Se nxënësit e tonë nuk kanë pas deri tash raste, po prej tash ju ka dhënë mundësia dhe ju falenderojmë për këtë projekt shumë të qelluar që e keni bërë. Për nxënësit. Dhe nxënësit prej tash do të reflektojnë këto ide dhe këtë punë që është shumë rëndësi të ruhet trashëgimia kulturore. Këtë zeje e punoj që 29 vjetë, e kum trashëgu prej gjyshit tem, këtu që peshenin fotografi një Dalamon Çukani. Traditat dhe zejet e vjetra duhen të ruhen dhe të kultivohen. Është me rëndësi që zeja e Poçarisë t'i përcillet gjeneratëve të reja. Radimo ova tradicija od 70. godine. Da ne bi se ukinalo, da ne se zaboravi. Od sve krvuzanac sam uzela. Sam uradila do sad 242 mlade sam spremala. Gjithë kjo greme, gjithë kjo veshje që kam bërë unë, është një nga dëshmitë kryesore që na bën neve të lumtur, që të dimë për trashëgiminë kulturore, pavarësisht pse nuk flitet gjuha shqipe këtu, neve na bën të ndjehemi krenar që këto tradita të mos humbasen. Programi edukativ në Junik ka paraqitur një segment poaq të rëndësishëm për vizitat Hajde, duke hapur një dritare të madhe në procesin e të mësuarit mbi trashëgiminë kulturore, nëpërmjet lojrave dhe rrëfimeve që u përcëllën nga brezat e vjetër. Lojrat edukative mbi trashëgiminë, si mozaiku i kullës, zbuleu unikun, klasët e artit në parkun e Moronicës, përgatitja e ushqimit tradicional dhe tregimit e vjetra të pleqjeve unikas, kanë pasur një ndikim të madh në nxënësit dhe mësuesit, ndërsa u mundsoi atyre që të reflektojnë rreth ndikimit të trashëgimisë në jetën e tyre të përditshme. Mësimdhënësit e angazhuar në projektin PDKK u përfshin në një seri të trajnimeve që janë përgatitur nga ekspertët dhe ekipi i projektit.
I mirantuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, programi I trajnimit të mësuesve dhe doratçaku për mësimdhënësit janë akredituar edhe nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si një burim I literaturës shkollore. Në fund të një procesi gjithëpërfshirës të trajnimit, 8 mësues u certifikuan nga mashti si trajner të mësuesve, pas rekomandimit nga ekipi I projektit. Në mënyrë që të përforcoj trajnimin e këtyre mësimdhënësve, ekspertët u përfshin në projektin e PDKK-s hartuan një manual për trajnuesit, I cili manual u fut në praktik gjatë sesioneve të organizuara në shtator dhe tetor të vitit 2014. Rreth 150 mësues janë trajnuar dhe akredituar nga mashti. Za nas nastavnike ovaj trajnim što smo držali, trening, je veliki plus, zato što smo do sad u školi radili drugačiju metodu rada, a ovdje smo naučili novu metodu rada. Kam mësu metodologji të shumta që mbas provojës ne të zhvillojmë njësi të ndryshme mësimore në mjedisin tonë shkollor, të cilën kanë qenë të mjeshtarë për ne, për mjedisin tonë të mësimdhënësve. Si pjesë e përpjekjeve për ngritjen e vëdësimit, mësuesit ishin të angazhuar në organizimin dhe facilitimin e javës së trashëgimisë në shkolla, gjatë ditëve të trashëgimisë evropiane. Kuize, lojra tradicionale dhe aktivitete arsimore të bazuar në trashëgimi janë organizuar nga shkollat pjesëmarrëse, ndërsa janë mbështetur nga projekti PDKK. Komunitetet lokale ishin gjithashtu pjesë e këtyre aktiviteteve. Ishte një mundësi shumë e madhe për të njohur zakonet tona dhe trashëgimin. Na kemi kriju edhe një dialog që ndoshta nuk e kemi prit që e kryujmë, është krijuar dialogu brenda familjes, brenda gjeneratave, ndër gjenerata. Fëmija ka nale plakin rrugë, ka thonë, ç'ka që kjo? Qysh mbaron që kjo fjale e urtë? Ajo është e rëndësia potenciale e projektit, se tash fëmija kërkon. Mësuesit e shkollave fillore ishin po ashtu të përfshirë edhe në një projekt inovativ që u mbështet nga PDKK. Adoptimi I lokalitetit apo edhe I një praktike artizanale tradicionale kishte në fokus nxënësit dhe anëtarët e komunitetit, duke I inkurajuar ata që të bëhen më të vetëdijshëm për mjedisin e tyre dhe burimet e trashëgimisë. Kjo është bërë përmes aktiviteteve edukative gjatë të cilave komunitetet kanë luajtur një rol vendimtar në promovimin e një lokaliteti të veçantë apo ndonjë zë që është vlerësuar nga ana e tyre. Zanësat kanë mësuar shumë edhe që shumica prej tyre kanë ditë mbasi që na në jetën e përditshme jemi bashkë me ata, por kemi treguar disa specifika që na e kemi si për shembull zanatat e farkatarisë, ku kemi pasur këtu edhe farkatar, prandaj edhe muzikën, ku na ushtrojmë këtë zanat me vite dhe kam pas një pasqyrë ma qartë, ma pozitive nga komunitetit tonë. Nxënës pjesëmarrësit kanë mësuar shumë rreth trashëgimisë kulturore në këtë organizim që është bo. Edhe mendoj që duhet, trashëgimia mu fut edhe në libra shkollor, për arsye që nxënësat më mësu edhe prej librave shkollor për trashëgimin tonë. Ne nuk mundem me arrit diçka për ardhmërinë me mësu, pa u ndalë dhe me shiku dhe të kaluaren. Trashëgimia kulturore duhet të përcillet nëpër të gjitha gjeneratat, edhe është një sukses shumë I madh ta ruaj me xhelozi të madhe trashëgimin tonë, të shohim fëmijët tanë të I përcjell ato veshjet, lojrat edhe gjërat të tjera që ishin shumë të mira. Gjatë aktiviteteve të Universitetit Veror të Prishtinës, projekti PDKK organizon një program 4 ditor të bazuar në njësit e modulit universitar për trashëgimin dhe diversitetin. Profesoreshat Nita Luci nga Departamenti e Antropologjisë Kulturore dhe Zanita Halimi nga Departamenti e Etnologjisë ishin të angazhuar në shpjegimin dhe facilitimin e disa prej njësive, duke përfshirë kuptimin dhe llojet e trashëgimisë kulturore, praktikat e trashëgimisë jo materiale, trashëgimin, zhvillimin ekonomik dhe turizmin, si dhe aspektet të diversitetit kulturor, si perceptimet mbi të tjerët, si dhe krijimin e një platforme të përbashkët për mirë kuptimin ndërkulturor përmes arsimimit. Gjatë këtij programi, projekti PDKK organizon një vizitë në UNIK, ku studentët patën mundësinë të përjetojnë karakterin unik arkitektonik të natyrës të zonës, si dhe të marrin informata mbi zhvillimet aktuale të turizmit dhe planet për të ardhmen.
Ma tepër kem qenë të interesu me pa se sa strujt edhe sa po mirë mbahet ajo çka faktikisht e hasim ose është has për para në troje tona. Krejt çka na ka interesu është me pa se sa janë mirë mbajt ato, sa po vizitohen prej tjerve. Domethënë ajo që mungon te Juniku mendoj pak një pikë që duhet me përmirësu edhe me u marrë më shumë na si popullat, domethënë si qytetarë të Kosovës, me i vedisu edhe me informu domethënë popullatën e gjithë Kosovës për zhvillimin e turizmit kulturor. Përpjekjet për ngritjen e vedisimit kanë përfshirë shumë breza. Nxënësit nga shkolla të shumta anë Kosovës u inkurajuan që të shkruajnë histori të treguara nga gjyshurit e tyre. Tregimet që tani janë bërë pjesë e një përmbledhje që kremton aspektet të trashëgimisë së mënyrave të ndryshme të jetesës në mjedise urbane dhe rurale. Duke kujtuar jetën në fshat, duke kujtuar kujtimet domethënëse dhe historitë nga e kaluara, të gjitha këto janë përfshirë në botimin Tregimet e gjyshërve tonë. Më shumë se 100 tregime janë mbledhur, nga të cilat rreth 40 janë përzgjedhur për të botuar në botimin përfundimtar. Si një vazhdim i aktivitetit të suksesshëm gjatë fazës së parë të PDKK-s, ekipi përgatiti terrenin për filmimin e pjesës së dytë të Sing for All. Projekt i cili mblodhi së bashku 12 muzikantë nga komunitetet e ndryshme për të performuar një melodi të përbashkët të shoqëruar nga imazhet e mrekullueshme të trashëgimisë nga e gjithë Kosova. Ky projekt promovon shpirtin e një ambienti multikulturor duke inkurajuar dialogun mes njerëzve nga grupe të ndryshme të komuniteteve. Throughout the PCDK experience, and thanks to the concerted efforts of all involved, an academic package for lifelong learning dedicated to heritage in Kosovo was introduced as an educational resource. With this in mind, we confidently stand behind the good work of all of those who were part of our journey. And at this point, today, as we grow older and wiser, we believe that what has been produced during the past 5 years will have a great impact on the Kosovo of tomorrow and be reflected in ongoing celebrations of our common heritage, our collective culture, and our shared future.